doli jashtë. Adin, kur i thash Gjesit nuk kena gjujt për bashkë të folëm edhe me Drenushën. Dyjat, i thash mu, unë jam të desh, unë jam rikëthyn loj, ka pos jovë që më ka shumë keq, jam rikëthyn loj, jam të desh me vazhdu lojën vetë. As nuk po du mundi kute, e as sona as kur gjë, se automatikisht pa pos në plan heq, është të dole as njën as tjetra mirë. E vërtet. Edhe i thash, po nuk do me thonë na, mu bo fake tashë me ka mu përla. Përse në të kota. Edhe ja thash, tha, jo më stani, thash në regull. Edhe as nuk ju kom afru mëre. A di që më bëri për shtypja, a di në biseda për para që ishim të bëne, pa ardhur kjo. Që ajo ishte shumë si pate klifi, themine, do me thënë shumë e të shliruar, që si kur ndodhte diçka. Ajo, edhe në mënyrë që shpë analizon të situatën, ishte si kur do të ndodhte. E priste. Unë ashtu e kuptova. Po letë bërë mëre shka dërë, më thetë mu vetë, më zberën, pra kemë vullnetit bjen vetë. Oh? Nuk ka ramë provokim ta me në gjenit. Ajt, mas një ove ditë kur përlosh ti tani thuj e ramë provokim ta. Me kry baba karosh. Ka, ideja është këshu që ajo vetë Me kry. Madje unë them, si pas unë e kam parashikuar më përpara, të thash dhe njerë që do ndodhte një gjë e tillë, e ka shtyrë se ashtu erdhën gjërat. Ish dash. Ase manipulimi as kur gjë. Jo, manipulimi As ajo. Jo, so manipulim ajo. Ti një pytje e bone. Kur? Po, zide? Gjenetës ja bëna. Po, Një pytje e këm pas lafë, mi thonë. po. Për që ti lafë që këm thonë. Edhe ajo, Unë unë mbaj diku, mend edhe ditë në mirë. që në prime që ishim, Jo, këta këshin full me dzudзën e me fitimen. Tave që kam bu plan. Nuk e ka bo plan Rovena, a konë që të, aja ka full me mu. Nuk e kena bo plan kur gjasti fjallë se këm full. jo, shiko. Jo, nuk ka bërë plan. A di që ndodhi që në prime, ata tregoj Rovi. Se unë isha afër jush. Kur më thet mu një njeri nuk du me full me ty, as nuk i afrona. Ju më konë, unë e vetë gabem, ju kom afru 2 herë mi kërku folje, më ka thonë nuk zdu me të pas me të full, as nuk kom të tu, deri so, më thani para 2 ditë, së më ke kërku folje, thasha më ke lona hapësi, mu si të më dhush një herë, nuk du me të full, unë as nuk tu afrona ty, mëre me konë të shkri, dukat me konë të shkri. E po të afrona më ka thonë ke mu 10 milion herë, largomez, unë i kum nejt atë, ha? Po hecë me këto fore të kërgatilit, mos me shani mu së si hane këto. 2 herë më ka thonë, nuk ju këma fru heq. Gjithsa herë të ka thonë. Ja, 1 herë më ka thonë, kur kem nominim me ty edhe me fitimin, edhe vetë tani o afru më foli, edhe që tash ke i jemja, i thash, unë e bëllë ma u bëllë që kjo, se mu jam të dosh më doke më pa vetë. Edhe i thash, tha, Gjenet mu po më pengon, thash, unë e të kuptoj, Sora na ka një të folë shumë i rukon që kjo biseqa të mrena. Edhe, i thash, nuk do me thonë atash mu që fake, mu bo dhe mu përlo. Thash, se për mu nuk është sa një mirë. Kur ti thu kam empati për dikën, e kam respekt dhe mu që mu përlo ti, mi hi luga, për mu jetë iftës. Që shishenite, nëse të ishe dalë agresive, këtë kohë, ishe dalë njëri kesh manipulatore, njëri që përjenë në qiftit mes, gjdo prajmë, gja 5-6 prajmë aranë. Pse, ajo nëse njëherë, nëse ajo ka kohë që që meshme, që ka dollë kesh, se ka dalu me të pore nja me 2 herë. Po e ka lonë dhe rejtë E ka qitash. shfrytzu vetë ajo. Vetë ka dosh, ka përfitu për situata. Se i kushti one me zara. Po. Se ti e ka të kojë. Hecë mëre më së shërdani vetu që. Unë asë nuk jëm konë të folë me to kur ja ka njësë kemu përlo për mu me Gjesten. Asë nuk u konë të folë me mu, bile. Asë nuk u konë të folë me mu kër e ka more ka shëtëzu situatën me Gjesten. Asë nuk ka folë me mu, bile. E që aty ka dhe me ko mu boj mi para syjet mi e para publikut, edhe se kum qelë gojnë ma ngër mot heq me folë, mi a shrytëzu. Po gjene më së më shërdani mu këto, më së më qëtë një pitokët me folë pa lidhje. Asë njere. One, kur ju më dollë, vullnet, kur ju më dollë prej izolimet, masi që më ke thonë të mu një fjollë, nuk ka zosh ti delë katastrofë që ke flejnë një natë me Gjestin, e ku marë dhe i ku më thonë, edhe Gjestit, po më pengon që kë raport i juvë, shumë, a ka mundësi jo, pse jo përlani? Cili është Elbi kryesor që përlani për Gjenetën? Gjeneta është një njeri gjallë që përnet mu përlani vetur vetë. Sar ka reagu Drenusha për ty? A ka pas me drejtë, si pas teje? Qysh? Kur ka reagu Drenusha për ty, a ka pas drejtë? Me raste. Qysh me raste? Me raste ka pas drejtë. E kur ja ke thonë të që s'ki drejtë?
Ja kom thonë në kërëm komës me ato.